Rikthehemi përsëri të dashur miq në 100 FM në Top of Benja Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne patjetër jemi me vajzat, me Itën, opinionisten ton, me Engjin gjithashtu dhe në studio na është bashkuar Gjonilda, Fabiola, Deris dhe Letiona. Përshëndetje vajza. Përshëndetje dhe Fedola. Ndjes shumë të madhe Fedola. Madje kam bërë dhe notë sepse e ke dhe emri shumë specifik, sorry. Duke kaluar patjetër te një nga përplasjet e Gjonildës dhe Mateos. Është një moment që patjetër është komentuar shumë dhe ka qenë replika e Mateos ndaj Gjonildës. Tregom profesionale, jemi emision serioz. Gjonilda, përshëndetje. Përshëndetje. Si e ndjer, a ke ndjer ndoshta një paragjykim, një gjykim, si e ke marrë ti kritikën e Mateos ndaj teje? Fakt, unë iva pak keq din kur ishte pjesa se tha është emision serioz, unë nuk bëna asnjë lloj gjoje, thjesht isha me kostum banjo, edhe isha në breakdate-it, duke pozu për një foto sa më të mirë. A ka qenë vërtet luc aty ku ti e ke, le të themi, zhyt kokën, e ke futur kokën në ujë dhe më pas e ke ngritur me flokët e lagura? Aty nuk ka kanë luc, po ka kanë se është bregu i detit, se përplaset me ranën. Fjala përdor ka qenë luc, prandaj dhe ne po i referojmë. Edhe Mateo nuk e di ku e ka pa lucin aty, po nejse, tash në det ke mu ba me ranë, ke mu lag, ke me ashtu të shone, nuk mund dalin petale për i detit. Pse nuk shkove pak më thellë, Gjonilda, po e bëre në breg të detit foton. Pse nuk shkove pak më thellë? Sa i pozicion si dosha me bëne, nuk më lejote më fut ma fell. Pse? Po si nga që ishin shumë do. Ka ke dashur që qenë në breg pra që trupi mos ke qenë imbuluar nga uji dhe... Po, fix. Okej. Pra ajo ka qenë poza jote dhe në bazë të situatës ke menduar që të zgjedhurit asaj poze ka qenë vendimi i drejtë apo mendon që ndoshta të përshtatesh në situatë do të sillte ndoshta përshtypje pozitive? Unë mendoj që ajo lloj fotoje që deshte të bënte Gjonilda edhe me atë lëvizjen e flokëve që i fuste në ujë dhe i nxirrte nga uji, unë mendoj që do pak më shumë thellësi se sa në breg. Po mirë, unë kisha një post skret tjetër, por ishte allë sugjerimi i tij, unë nuk e kuptoj pse dikush sugjerimi i kujt? I Mateos? Po, ma sugjeroj si gjallë, nuk e kuptoj pse me shoh pozën e vet. Nuk konfirmohet në fakt nga produksioni që nuk është as pak e vërtet që Mateo të ka dhënë atë veprim ose atë post si sugjerim, pra vetëm për të qenë fair edhe relevant, sepse asnjë nga juristët nuk ndërhynte në kohën. Patjetër kanë qenë aty për të dhënë kritika, po jo për t'ju dhënë. Thjesht mund të ishte një si opinion, a kupton, thjesht më bë ma bukur gjoja. Pra, Mateo, ty të ka thënë që të bësh atë pozicion, po thua? Jo pozicione, thjesht ka thënë me zgjell, vetëm tha mas u fut në ranë, kur ki detin para. Ka që është gjoja, nuk është vetëm posa. Që mos e përdornit emrin e jurist në konotacion të tillë, pra mos futsim fjalë të pathëna nga juria në... Jo, nuk e kisha për punën e pozicionit të që ishte vetëm puna, si ishte rana atë, edhe tha kur ki tona det, se mos më përdor dating. Ka që ishte si ka dashur të thoj ty, ka dashur të futesh pak më shumë në det, që pozicioni që doje ti të nxirrje. Pra jo keni qenë prezente dhe keni dhe jo në rër, sepse në rër aty ka pas të drejtë, se s'mund të futesh kokën në rër në bregun e detit dhe të ngresh. Si mas teja ma i zen, këta futësha kryton atë moment. Po pra, duhet ishe pak më e futur në det që të bëje pozicionin që ti doje, ai thjesht të ka sugjeruar këtë ndoshta. Ti shikja pozicionet e tuja si ke hin det me lule. Po jam më mirë, unë të paktën kam marrë më kreative se ti që nga biçimet e gocave gjatë ti një xheloze, pa pame, po nejse. Ky është momenti i Gjonildës. Jo, unë si vëlla fare, ajo thjesht po gjykonte një veten, të lutem. Tani Gjonilda thjesht po i them. Nuk e di, unë do doja shumë të kisha të gjeja një gabim te ty, po nuk e gjej dot. Ti nuk e di, ti e fiks një meme. Një meme, e vërtet, po, çdo foto, çdo fjalë që ti thua, një meme mos e merr për ofendim. Meme
Meme për mirë, njerëzit qeshin, shpërndarja, aty vetë si janë Bogda memet me pas frikë me dal jashtë. Ke frikë Gjonilda nga komentet, nga gjërat? Jo, falenderoj shumë. I falenderon, okej. Po mendoj që Gjonilda nuk e vret fare mendje për komentet dhe për memet lart e poshtë. Për të futur edhe në çik perspektivën më të thellë të asaj photoshooting dhe se si ti zgjodhe të performoja aty. Nëse do jepë përsëri një tatem, përsëri i një event, çdo lloj gjëje, ashtu siç ishte. Do kishte zgjedhur përsëri të bëje të njëjtën pozë dhe ta fusje kokën aty dhe ta nxjerrë përsëri, apo do kishe shkuar ndoshta pak më tej edhe ta kishe performuar ndryshe? Mund kisha shku pak më najna. Pra, tani e pranove që duhet kishe shkuar. Dhe ku ishte gabimi shumë ku ndërvive mua gjatë kohës shumë? Si flet gjithmonë, ti flet gjithmonë sa herë flason. Me ty s'kam folë ndonjëherë. Po, si flas që mos ta reflet ti. A ka ndikuar ndoshta diçka te ty që ky koment ka ardhur nga Mateo dhe jo nga Niko, duke qenë që të paktën midis jush jeni mësuar që keni pasur ju më shumë ato debatet le të themi aty dhe nga Mateo jo? Po në fakt a din mbrovi më shumë pjesa kur tha emision serioz, a din thash ç'a bën on diçka jashtë temë, sa din jashtë gjana. Jashtë temës ta them unë ç'a ke bërë, se mua më duke sikur e kishe marrë me shumë sportivitet të gjithë sfidën, nuk më duk sikur e kishe marrë seriozisht, sikur kishe shkuar se e thash edhe pak më parë, po ti nuk ishe këtu. Sikur kishe shkuar në plazh me shoqe dhe po e shijoje, jo që kishe një sfidë, kishe për të bërë një foto dhe ishe në garë. Për të pas foton më të bukur. Mua në fakt në këtë episod më kam pëlqyer komentet e Mateos, ka qenë shumë konkret, ka qenë shumë detajist dhe i ka parë gocat me shumë detaje. Edhe te Gjonilda të njëjtën gjë do thoja unë. Për foton që donte të bënte, duhet shkonte pak më thellë në det, që të kishte ujë pak më shumë rreth saj. Pavarësisht se fotoja në fund, mua më pëlqeu. Po, dole e bukur. Tjetër do shka si kjo Gjonilda, pse specifikisht mendon që Zene është xheloze ndaj teje? Gjithmonë futet aty ku si ta ka. Gjonilda në fakt e tha, ti e the në episod për gjithë gocat, jo vetëm për Zenen. Po, xheloza. Ti e the edhe në emision që gocat janë xheloze për ty. Zemra vetë kishe bërë më shumë. Duam të dimë se mendon ti xheloze për këtë gjë të tillë. Zemra ti do të kisha lanë maksimumin det e mas kisha marrë lullet. Me duke u kthyer përsëri te pyetja të lutem Gjonilda, përse specifikisht mendon që kjo xhelozi qoftë e Zenes apo e vajzave të tjera siç ti e shprehur nga buron, pse vjen në perceptimin tënd? A din ndoshta mund të ndoshta, po i dukem konkurrente e fortë. Dhe me konkurrenten e fortë Gjonilda ne duhet të shkojmë patjetër në publicitet dhe rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 me ju miq.